Përshëndetje të gjithëve. Sot do bëjmë një video ku tregojmë se si të gjenerojmë leadet e reja për një freelancer që sapo ka filluar udhëtimin e tij në fushën e vet. Pikë së pari përpara se të tregoj të gjitha hapat se si mund të përdorësh inteligjencën artificiale, në këtë rast do ishte ChatGPT-ja edhe një nga platformat që unë përdor për të bërë lead generation, që në këtë rast është Apollo, do t'ju kërkoja që të gjitha këto hapa të ndiqni pasi të keni gati një portofol me punët tuaja si freelancer, edhe një pitch të mirëfill që mund ta përdorni në momentin e parë që do keni një përgjigje pozitive mbrapa nga të gjitha këta prospektet që do të dalin nga kjo lloj mënyre e kërkimit të leadëve dhe gjenerimit të leadëve. Atëherë, si fillim, duke marrë parasysh që normalisht unë do bëja një video të shkurtër, i kam para përgatitur të gjitha pyetjet edhe promptet që neve do t'i bëjmë ChatGPT-s në këtë rast. Duke filluar me një prezantim të shkurtër të vetes, duke filluar me një tekst të shkurtër, një prompt të shkurtër, ku i themi ChatGPT-s I'm a freelance designer based in Albania, fluent in English, with a strong portfolio of work. I'm looking to connect with 50 companies. 50 është vetëm numri që kemi vendosur si fillim, pa të numër mund ta modifikoni si të doni, mund ta filloni me 10 kompani në ditë, me 20 edhe kështu me radhë. Not located in Albania. Është e rëndësishme sepse normalisht duke marrë parasysh tregun që kemi ne në Shqipëri nuk është i duhuri për të punuar freelance, por që mund ta testoni pasi mënyra funksionimi i gjithë kësaj logjike të lead generation është njësoj edhe për Shqipërinë. That could benefit from my design services. Could you advise on the most relevant jobs, job titles or departments within these companies to contact for the best chance of success? Në si fillim, përgjigja e ChatGPT-s është departamenti. Praktikisht jep departamentet që janë ata që kanë më shumë mundësi që mund të marrin parasysh një email apo një kërkesë nga ana një freelanceri, siç është marketing department, creative department ose design team, product team, branding or communication, HR and people. Dhe mbas kësaj jep job title që është shumë e rëndësishme për të bërë kërkimin tek platforma tjetër që do të shkojmë pas pak. Kemi një numër goxha interesante dhe të roleve që mund të kenë parasysh, sepse duhet të kemi parasysh që jo çdo kompani ka të gjitha këto role. Në disa kompani mund të jetë vetëm një nga këta role, edhe ne duhet të gjejmë atë që përkon dhe që bën match me listën që kemi këtu që na ka dalë në ChatGPT, me listën që praktikisht do jenë personat që janë të punësuar ose janë ata që marrin vendime brenda kompanisë përkatëse te lista e kompanive që do na dalë pak më vonë. Këto e mbajmë edhe tek njëjti search, vazhdojmë edhe bëjmë pyetjen tjetër ose kërkesën tjetër. Më jep një listë me 50 kompani SME. SME është Small and Medium Enterprises, pasi normalisht duke qenë freelancer, mënyra më e mirë ose më e thjeshtë të gjejmë klientët që të gjuajmë ose të kemi si target Small and Medium Enterprises. Pastaj nëse do shkojmë te Big Enterprises, nga eksperienca them që nuk para i marrim parasysh kërkesat ose emailet që vijnë nga freelancer. Normalisht në këtë mënyrë ChatGPT-ja të jep një listë prej 50 kompanive që mund t'i përdorësh. Ase diçka për të shtuar te kjo lloj kërkese ose të ky lloj prompti që neve bëjmë këtu te ChatGPT, mund të fusim edhe informacione të tjera që mund ta filtrojnë akoma më shumë listën që të gjenerohet më poshtë. Si për shembull mund të jetë vendi specifik, location specifik, mund të jetë për shembull në të gjesh vetëm zonën e Londrës në Angli, për shembull, ose zonën e Massachusetts në Amerikë, nuk e di. Nëse juve keni gja një klient paraprak që mund ta përdorni si best case, edhe normalisht i rrit akoma më shumë shanset që pitchi juaj të godasi më fort tek pjesa e klientit, përdoreni dhe atë si pjesë të promptit që kemi bërë këtu lart. Tani, pjesa tjetër është duke qenë se i gjetëm kompanitë, kemi dhe rolet sipër, shkojmë në Apollo. Dhe këtu, nëse shikoni, kemi marrë të tretën, Zlik. Zlik është një kompani payment.
praktikisht. Edhe shkojmë tek Apollo, kemi futur Slick tek companies, del Slick tek new prospect të poshtë, të dalin të gjithë të punësuarit që janë në Slick. Okej? Neve nuk na intereson që të kemi të gjithë të punësuarit, neve na intereson roli që është director dhe plus, sepse ata normalisht janë ata që marrin vendimet për të punësuar ose për t'i dhënë një pjesë të proceseve të tyre të brendshme të kompanisë një freelancer. Klikojmë te director dhe e para që na del këtu është Nizam Ali, e kemi edhe në LinkedIn, është në United Kingdom dhe bëjmë aksesin e mailit. Aksesi i mailit do disa sekonda që të dali. Normalisht në qoftë se ke kredite, se kjo është opcioni pa pagesë, po në qoftë se ke kredite, mund të futesh edhe të bësh edhe hapa të tjerë që mund ta kontaktosh direkt nga kjo pjesa këtu, nga pjesa e Apollos, por më e mirë është që të kërkosh, më thënë që të dali emaili nga këtu. Dhe doli maili, siç e shikoni, contact information. E marrim, tani kemi dy hapa. Duke qenë se kemi mailin, pikë së pari mailin e marrim edhe fusim në një database, në listë Excel apo çfarë lloj programi që përdorim, e marrim emailin dhe e vendosim te pjesa e emailit. Marrim dhe emrin. Duke qenë se këtu nga del edhe kjo shenja e LinkedInit, Nizami ka patjetër LinkedIn. Edhe do ta kontaktojmë Nizamin në dy fronte. Pikë së pari, marrim emrin e Nizamit edhe e vendosim në LinkedIn. Okej. Do gjejmë Nizamin që na intereson ne. Dhe Nizami që na intereson është ky këtu. Është third, normalisht që nuk kemi miq të përbashkët, se cilin mund ta kishim përdorur edhe për ta arritur më mirë, por që e hapim Nizamin edhe i bëjmë connect me note. Këtu përpara se të bëjmë këtë, tash që duhet kemi gati një portfol, edhe mirë është që të bëjmë edhe një search në Google për Nizamin, të shohim nëse ka marrë pjesë në një konferencë, ka diçka që mund ta përdorim për këtë mesazhin që të jetë sa më i personalizuar. Mesazhi duhet të jetë shumë i shkurtër sepse këtu ka vetëm 300 karaktere që mund të përdorim dhe duke i çuar këtë mesazhin dhe connection, të paktën kur të shkojë emaili, emri juaj të jetë sa më i njohur edhe të ketë një approach sa më të ngrohtë dhe mos jetë aq i ftohtë. Duke çuar këtë mesazhin, shkojmë pastaj tek pjesa e emailit. Do jetë mirë që emaili që neve kemi ose si freelancer që përdoret mos të jetë një email @gmail.com, po të jetë një email i një website që ke krijuar ose diçka më profesionale, sepse impakti është goxha më ndryshe në momentin që shikohet që emaili po vjen nga një kompani, jo nga një individ që praktikisht askush nuk e njeh. Në momentin që e shkruajmë emailin, të bëjmë gati një pitch edhe aty goxha interesant, sa më të personalizuar, duke futur informacione të rëndësishme nga vetja, por duke futur edhe pjesë e informacioni që i përkasin individit që jemi duke kontaktuar. Në këtë rast është Head of Creative and Design at Zlic. Unë fola me emra, nuk e di, Nizami do zoti nuk e shikon këtë videon edhe të na bëj blok të video, po që gjithsesi kjo është një mënyrë se si i gjejmë leadet dhe si i bëjmë lead generation në këtë rast. Pastaj, nëse
shikon veten që je goxha i avancuar me këto pjesët e prezantimit të vetes dhe je në një nivel shumë të lartë të gjuhës, unë si hapin e tretë do të sugjeroja që praktikisht të përdorja dhe metodën e cold calling. E merr në telefon direkt, i prezantohesh, edhe i bën një approach, një qasje që është më e vështirë se të tjerat, por që normalisht është edhe goxha efektive. Në qoftë se ka ndonjë pyetje, më shkruani te komentet poshtë edhe do jem shumë i lumtur që t'ju përgjigjem. Shpresoj të kem ndihmuar disi. Ju falenderoj. Ciao.